Më shumë se një vit pa qëndrueshmëri institucionale. Kjo është fotografia e Kosovës sot. Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Ende jashtë organizatave të rëndësishme ndërkombëtare, por me mbështetje të madhe nga perëndimi, Kosova proteston edhe durimin e aleatëve. Who's going to listen to a country that can't find a precedent? Dhe e përgjigja nuk vonoi. Një vizitë e nivelit të lartë e planifikuar për këtë javë në Kosovë u anuluan nga Brukseli. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Për ata që ndjekin politikën në Kosovë, zhvillimet e fundit duken si déjà vu. Deri para një muaji, vendi kaloi gati një vit me qeveri në detyrë dhe pa kuvend funksional. Sot, institucioni më i lartë legjislativ mbetet sërish i bllokuar, në pritje të një vendimi të gjykatës kushtetuese. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por sipas analistit Daniel Server, një krizë që zgjat kaq gjatë nuk është normale dhe minon pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ai paralajmëron se në këto kushte vendi rrezikon drejt për drejt mbështetjen e SHBA-s. I'm referring to the real. Po flas për një marrëdhënie të vërtetë dhe të qëndrueshme midis Washingtonit dhe Prishtinës, dhe kjo marrëdhënie nuk mund të ndërtohet me një qeveri në detyrë dhe pa president. Thjesht nuk funksionon kështu. It doesn't work that way. Tensionet kulmuan më 6 mars, kur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nxori dekret për shpërndarjen e kuvendit vetëm një ditë pasi ai dështoi të zgjidhte presidentin e ri të shtetit. Këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Në kohë pasigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballojë luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Presidentja Osmani nuk përmendi emra konkret, ndërsa dekreti i saj u sfidua në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti, me arsyetimin se bie ndesh me kushtetutën. Unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mospajtime dhe kërkesë para tyre. Gjykata kushtetuese vendosi masë të përkohshme deri më 31 mars ndaj dekretit për shpërndarjen e kuvendit. Deri atëherë institucioni nuk mund të zhvillojë asnjë aktivitet parlamentar, as të mblidhet për zgjedhjen e presidentit të ri, edhe pse mandati i presidentes Osmani përfundon më 5 prill. Krejt kjo situatë kujton vitin 2025, kur pas zgjedhjeve të shkurtit, kuvendi mezi u konstitua pas dhjetra përpjekjesh, ndërsa qeveria nuk arriti të formohej dhe vendi përfundoi sërish në zgjedhje. Server paralajmëron se ky cikël krizash ka të i kaluar tashmë pengesat normale të një sistemi parlamentar, duke bërë Kosovën të duket jo kompetente në sytë e aleatëve. I think it's a problem. Është problemi me gazën, është problemi me luftën në Iran, është problemi me luftën në Ukrainë. Kush do ta dëgjojë një vend që nuk mund të gjejë një president? A country that can't find a precedent. Bashkimi Evropian me gjas jo. Komisionarja për zgjerim Marta Kos ka shtyr vizitën e planifikuar këtë javë në Kosovë, duke lidhur këtë vendim direkt me zhvillimet e fundit politike. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, një zëdhënës i IBE-s tha se bloku është i gatshëm të mbështesë agjendën evropiane të Kosovës, por se kjo kërkon institucione plotësisht funksionale. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe ambasadat e vendeve të Kuintit, SHBA-s, Britanisë, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, se si e shohin ato krizën politike në Kosovë dhe nëse ajo mund të ndikojë në angazhimin e tyre. Përgjigje e mori vetëm prej ambasadës gjermane, e cila tha se Gjermania vazhdon të jetë një mike dhe partnere e fortë në rrugën e Kosovës drejt integrimit euroatlantik. Për të arritur përparim në këtë rrugë, ne kemi nevojë për institucione të konsoliduara plotësisht dhe të qëndrueshme. Ambasadori britanik në Prishtinë, Jonathan Hargreaves, shkroi në rrjetet sociale se Kosova ka nevojë urgjente
Për t'ju rikthyer stabilitetit politik dhe për të bërë përparim në agjendat e brendshme dhe ndërkombëtare, ndërsa e cilësoi si jetik dialogun konstruktiv për gjetjen e një rruge përpara. Agustin Palokaj, gazetar me përvojë në politikën evropiane, thotë se kjo krizë ndodh në një moment kyç, kur Kosova kishte shansin të rikuperonte humbjet e viteve të fundit, shkaktuar nga masat ndëshkuese të BE-s dhe mungesa e institucioneve funksionale. Ai paralajmëron se nëse kriza vazhdon dhe çon edhe në një palë zgjedhje, rrezikohet përdorimi i miliona eurove nga plani rritjes i BE-s dhe fondet e tjera ndërkombëtare. Të gjithë duan që në Kosovë të kenë partner të besueshëm dhe partner që do të kenë legjitimitet të plot kur flasin, negociojnë dhe marrin obligime në emër të Kosovës. Prandaj nuk mund të ketë raporte me Kosovën nëse Kosova nuk ka stabilitet të brendshëm politik dhe nuk ka struktura me legjitimitet të plot. Për më tepër, shton Palokaj, kriza politike mund ta pengojë Kosovën të hyjë edhe këtë vit në rendite për antarësim në Këshillin e Evropës, ndërsa e bën më të pasigurt edhe fatin e aplikimit të saj për antarësim në BE. Është i vetmi vend në Evropë i cili ka aplikuar për antarësim në BE dhe aplikimi nuk është shqyrtuar fare dhe nuk ka plan të shqyrtohet. Dhe nëse Kosova do të ketë kriza të tilla të brendshme politike dhe nuk nxitohet Kosovës, atëherë pse të ngutet Bashkimi Evropian. Dhe vetëm shtetet të cilat edhe ashtu ndoshta nuk janë të interesuara për të ndihmuar shumë Kosovën, vetëm do ta shfrytëzojnë këtë rrethon për ta mbajtur Kosovën të marginalizuar edhe në të ardhmen. Vetëm 2 javë para se të nxirrte dekretin për shpërndarjen e kuvendit, presidenti Osmani mori pjesë në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes për Gazën si anëtare themeluese e kësaj nisme të ndërmarrë nga presidenti amerikan Donald Trump. Server e konsideron të mençur vendimin e saj për t'u përfshirë në bord. Edhe pse vetë nuk e mbështet, ai thotë se për Kosovën kjo është një mënyrë për t'u pozicionuar më mirë në raport me Washingtonin. Në Kosovë, megjithatë, sinjalet nuk kanë qenë të qarta nëse pjesëmarrja në Bordin e Paqes gëzon mbështetje të plot politike ose jo, ndërsa mbetet e paqartë dhe se si do të vazhdojë angazhimi i vendit në të ardhmen. Server thotë se Kosova duhet të ruajë besimin e SBA-s, e cila tashmë ka shfaqur pak kënaqësi për ngërçin politik, duke pezulluar dialogun strategjik vitin e kaluar. Ai argumenton se antarësimi në NATO duhet të jetë objektivi më urgjent strategjik i vendit, pasi pa mbështetjen e aleancës, Kosova mund të mbrohet vetëm për një kohë të shkurtër. Server paralajmëron se kriza e gjatë institucionale e kërson direkt këtë objektiv, duke e penguar ndërtimin e një marrëdhënie të qëndrueshme me SBA-n, e cila është thelbësore për aplikimin e suksesshëm në NATO. So you do need a very good relationship. Ju duhet të keni një marrëdhënie shumë të mirë me NATO-n, por edhe një marrëdhënie shumë të mirë me Shtetet e Bashkuara, sepse SBA-ja do të duhet të thotë po ose jo për mbrojtjen e Kosovës nga Serbia, nëse ndonjëherë lind nevoja. Prandaj, unë do të ruaja një marrëdhënie shumë të mirë me amerikanët. So I'd keep a very good relationship with the Americans. Server thotë se zgjidhja duhet të vijë nga vetë udhëheqësit e Kosovës dhe se kompromisi është kërkesa më e natyrshme një sistemi parlamentar. Edhe Palokaj thekson se tejkalimi i krizës kërkon kompromise dhe koncesione mes palëve dhe se zgjidhja nuk duhet pritur apo imponuar nga jashtë. Partnerët duan ta shohin Kosovën të aftë për të vendosur për vetvete. Dhe nuk mund të ketë kthim në të kaluarën kur ambasadorët e huaj kanë vendosur se si të tejkalohen bllokadat politike e madje edhe kanë shprehur preferenca për kandidatë të caktuar. Ditëve të fundit u bë e madhe në media një deklaratë e një deputeti të lëvizjes vetëvendosje, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale u bëri thirrje disa ambasadorëve, pa përmendur emra, që të mos ndërhyjnë në punën e gjykatës kushtetuese të Kosovës, secila po shqyrton ankesën e kësaj partie ndaj dekretit të presidentes Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerro, i cili vizitoi gjykatën kushtetuese rreth një muaj më parë, u pyet nga gazetarët për këtë deklaratë, por nuk pranoi të komentonte.
Vitin e kaluar, gjatë krizës institucionale në Kosovë, vetë kryeministri Kurti akuzoi gjykatën kushtetuese për një anshmëri dhe vendimarrje të padrejtë. Ish ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, vlerësoi atkohës se këto kritika ishin ndër faktorët kryesorë që çuan SBA-n të pezullonte dialogun strategjik me Kosovën. Me fjalët e serverit, Kosova dikur ishte mjaft e mirë në organizimin e zgjedhjeve dhe në alternimin e pushtetit. Një provë kjo e rëndësishme e demokracisë së saj. Por sot, sipas tij, vendi ka humbur pak nga talenti për ta kthyer rezultatin e zgjedhjeve në një qeveri funksionale. Sa për fajtorët, nuk e di. Nuk jam aty kur ata flasin mes vete, përfundon server. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropailir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.